edhe kryeministrat e Kosovës edhe të Shqipërisë kanë punu në atë drejtim që të kryet çështja e patent shoferëve. Çështja e marrëveshjes që është shumë jetike për heqjen e tatimit dyfisht, është një çështje e cila, për fat keq më duhet ta them sonte, është në sirtaret e Ministrisë së Federale të Financave tash e nga viti 2019. Se? S'është marrë qeveria Kurti me këtë temë, ose se ka ditë. Pikërisht s'është marrë ose se ka ditë. Edhe është një marrëveshje, Kosova e ka çështjen e heqjes së tatimit të dyfisht është si suksesive, pasuese nga ish Jugoslavia. Ne kemi një marrëveshje për çështjen e heqjes së tatimit dyfisht nga viti 1987. Edhe ne kemi kry punën tonë. Nuk e ka kry qeveria Haradinaj, ajo punë ka nisë nga qeveria Mustafa. Po. Sepse e bone një pyetje të rëndësishme, janë tema cilat nuk janë të lehta. Ne kemi punu 4 vite për çështjen e patent shoferëve. Në për se cilin qeveri. Ka unë kontribut edhe Albin Kurti, edhe Haki Abazi, edhe Glaukon Jufca, edhe Abdullah Hoti, Agim Veliu mas shumëti, se a e ka kalu testin ma të shtirë, kur i kanë ardhë organet gjermane me e kontrolu se si po funksionon çështja e testeve. Tash vite çështja e sigurimeve pensionale që është tepër e rëndësishme. Ne si Kosovë, e kemi një marrëveshje me Republikën Federale të Gjermanisë për çështjen e sigurimeve pensionale. Edhe kjo daton nga koha nga viti 1967. 67, gjeneratën e parë të gazarbajterëve. Pikërisht. Suksesive nga ish Jugoslavia, që është në një forma tjetrën. Shiko, me datë 1 janar të vitit 2036 në Republikën Federale të Gjermanisë, mbi 65 vjeç, do jenë 25 milion shtetas gjerman. Dhe tash mund ta kthejmë 35, e them me qëllim, do t'jenë prej tyne dikun janë 150 dhe 200.000 shqiptarë të Kosovës. Dhe ne shkojmë me një marrëveshje viti 67. Kërkojnë dijet, se u futa në detaje. Çështja do t'i kthejmë përse i takon diasporës, për çollak po e vazhdoj me juve. Po vazhdoj me juve në këtë verdiktin e 28 dhjetorit. Pashët disa detaje të cilat natyrisht ndërlidhin si të mëlmesat e fushatës parasgjedhore. Albin Kurti dëshiron ta replikojë një situatë të vitit 2021, apo ishte viti 2021, zgjedhjeve 14 shkurtit. Nuk e di nëse ka hëngër pasul me Mulla Osmanin, ama e di që ka qenë në kondakun e Mulla Osmanit, përderisa Bedri Hamza ka vënë tjera zotime, Ramush Haradinaj tjera, e Lumir Abdigjiku tjera. Le ta ndjekim Albin Kurtin e Bedri Hamzën. Albin Kurti ka qenë në odën e Mulla Osmanit në Drenas, përderisa Bedri Hamza ka dhënë një mesazh tjetër. Le ta ndjekim bashkë. Mendoj që ke punu drejt dhe i ka punu drejt, i ka i njëmën njerëzve dhe ka në shteti mas parit, nuk e kriju një siguri njerëzve, fëmin i ke nëru, familjet i ke nëru, se shpesher thamë ata si në nërujnë familjet, në nërujnë edhe neve. Tash fushat i ke dhe një premtim